Pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të diskutuar pak marrëdhënien të Mirit edhe të Selinës. Selina dhe Miri, që në momentin e parë kur kanë hyrë brenda asaj shtëpie me përcaktim nga vllau i madh që Kristi duhej t'ju përzgjidhte krevatet ku banorët do të flinin, Kristi vendosi që Selinën dhe Mirin ta bëj bashkë në një krevat. Në fakt një krevat që solli dinamik shumë të madhe jashtë. Tani Selina thot për këdheljet, për përqafimet, për prekjet e flokëve, për mundësinë që në fakt Miri kishte që të ndryshonte krevatin e tij dhe të flinte vetëm apo me dikë tjetër, Miri vendosi që të mbetet besnik në rrugtimin me Selinën. Tani, ishte një temë e diskutueshme dhe vazhdon të jetë e diskutueshme, edhe në këtë moment që unë po flas. Miri thot që unë e kam si vajzën time Selinën, e respektoj si vajzën time. Realisht dhe Selina e shikon Mirin si babain e vet. Do me thënë, unë e shoh që Selin ndjehet shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur që është afër Mirit, ndan kohën me Mirin, do me thënë ato nuk është se ndajnë kohën vetëm në shtratë, po janë edhe gjatë ditës bashkë, do me thënë kanë shumë momente bashkë, dhe normal tani Miri thotë e kam si gocën time. Tashi, në moshën e Selinës, mund të flesh me gocën? Me patjetër që jo. Në moshën e Selinës, mund t'i futesh gocës në dhomë pa trokitur? Normalisht që jo. Me thënë me njëherë ngre një alarm të madh se çfarë po ndodh. Dhe në këtë mes unë nuk shoh që nuk mund të ndërtohet për shembull një lidhje dashurie me një burr të martuar jashtë, ëh? Mund të jetë një fenomen që Miri mund të ketë ndonjë emocion, mund të ndërtojë një diçka për Selin, apo qoftë edhe mund ta bëj këtë për të krijuar një lloj dinamike, për të ngritur komente, për të krijuar debate. Ndoshta që jashtë ka patur këtë lloj strategjie brenda kësaj shtëpisë së Big Brotherit, mund të ndodhen që të jetë edhe strategjia, pa marrë parasysh domethënë që ne e komentojmë dhe e flasim. Mund të ndodhen që të jetë strategjie gjitha kjo. Por që komentohet domethënë që me gocën nuk mund të flesh, është pak një koment i arsyetueshëm dhe më duket që arsyetimi i Mirit nuk ka asnjë lloj baze. Selin e shoh që ndjehet shumë e lumtur, domethënë ndjehet shumë e buzëqeshur, është shumë pozitive, nuk është se e ka marrë keq këtë fenomenin që po fle me Mirin, po e përjeton këtë gjë, domethënë po kënaqet në këtë pjesën. Dhe e shoh që po i bën mirë kjo pjesa, domethënë po e suporton Selin. Tani Selin ose ka ndërtuar diçka brenda saj një ndjenjë, ndoshta Miri ka këtë kimi që është tërheqës edhe i tërheq njerëzit me atë energjinë e tij të mbrëmshme, sepse energjitë kur bëjnë bashkë me njëra tjetrën kanë këtë forcën e tërheqjes. Ose gjithmonë, domethënë Selin është më e dobët, e shikon veten më të dobët në lojë dhe ndjehet më e fuqishme në këtë mes me Mirin. Por gjithsesi unë dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë, sepse mua në fakt nuk më duket një arsyetim, edhe pse domethënë Miri ka marrë 2-3 iniciale në një rast nga opinionistët, nga produksioni, ai vazhdon përsëri me atë të vetën, më thotë unë jam në rregull dhe vazhdoj kështu. Dua të marr mendimin tuaj.